Dhe mëgjërësisht në lidhje me shifrat e publikuara ditën e djeshme nga Instat, do diskutojmë me zotin Elvin Meka, eksperti i tregjeve financiare, dekani i Fakultetit të Administrimit, Biznesit dhe Drejtësisë pranë Tirana Business University. Profesor Meka, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Ekonomia shqiptare sigur se e pa, u rit me 3.75% në 3 mujorin e tretë, por bie në sy që ndikimi kryesor e jep administrata, pra rritja e pagave në nivele më të ulta, më rreth 1.3-1.4% është kontributi i biznesit. Si mund t'i shohim këto shifra? Natyrisht, në rast parë, flasim për shifrën, pra 3.75, 74, është pak a shumë në të njëjtën linjë siç është planifikuar, pra jemi brenda shikimeve qoftë qeverisë, por edhe të FMN-s, pra në një interval 3.5 deri në 4%, pra 3.75 është pak a shumë në mes, është një rritje për të vlerësuar, mbetemi pak a shumë në të njëjtën nivel, pra si në vitet e shkuara dhe këtë vit, pra shkojmë diku 3.8, 3.9, 4 në 3 mujor të përcaktuar. Megjithatë, ajo që juve that me të drejtë ose që theksuat me drejtë, ndryshe nga herët e tjera, ose më mirë themi, po fillon të bëhet një lloj qasje e përhershme, pra po ndodh edhe në 3 mujor të tjerë, që rritja vjen kryesisht nga administrata, pra nga roli i shtetit në ekonomi. Dhe në një farë mënyrë kjo shënon një moment të ri, më mirë themi, në zhvillimin ekonomik, ku tashmë të mësuar me mbështetjen kryesore të zhvillimit ose të ritmit të rritjes së ekonomisë nga dy sektorët bazë që janë kryesisht pra turizmi dhe ndërtimi, tani na del një sektor tjetër, pra më mirë themi një aktor në thonjza tjetër që ndikon në dukshëm tashmë në rritje ekonomike, pra ku kemi pjesën e administratës. Çka në një farë mënyre mund të filloj të krijojë një lloj shqetësimi në thonjza për sa i përket nivelit produktivitetit të ekonomisë. Pasi është e qartë sepse këto rritje pagash përtej nevojës dhe rëndësisë që ka për vlerësimin e punësit shqiptar, duke qenë se për disa vite rresht udhëheqjen ose drejtimin, më mirë themi, për sa i përket rritjes pagave në ekonomi ose iniciativën e ka marrë gjithmonë shteti ose administratë publike, kjo ndoshta mund të fillojë të vërejë disa pikpyetje për sa i përket lidhjes natyrale që duhet të ekzistojë midis rritjes pagave dhe rritjes produktivitetit në ekonomi. Administrata nuk ka një atë produktivitet, ose me themi nuk mund të krahasojë produktivitetin e administratës me atë çka vjen nga ekonomia ose nga sektori privat. Dhe duke qenë se rritja e pagave të administratës është e vazhdueshme, të paktën ka rreth 2-3 vjet që ndodh një fenomen i tillë, ai patjetër që ushtron presion dhe tërheq, si thua, edhe pjesën tjetër të biznesit ose të ekonomisë, dhe në kushtet kur kjo rritje e produktivitetit në sektorin publik dhe sigurisht në atë sektorin privat nuk ecën me të njëjtin ritëm, në një moment caktuar do të fillojmë të shikojmë disa pasoja jo të këndshme për zhvillimin ekonomik, të cilat në mënyrë të pashmangshme nesër do mund të projektojnë, më mirë themi, edhe një shkallë ose një normë inflacioni më të lartë, pra hedhin para në ekonomi përtej kapaciteteve ekonomike dhe rritjes produktivitetit në ekonomi. Dhe këto rritje pagash, ose më themi këto rritje të paras në qarkullim, sigurisht që do të perceptohen ndryshe nga aktorë ndryshëm ekonomik dhe kryesisht tregtarët do ta perceptojnë si një mundësi për të rritur më tej çmimet si pasojë një kërkese të shtuar e cila nuk vjen sigurisht nga rritja e vlerës ekonomisë në mënyrë të natyrshme, pra nga sektorët të prodhues ose nga biznesi privat,
po vjen thjesht nga rritja e pagave të administratës, pra në farë mënyrë furnizuar me para inflacioniste, të cilat nuk mbështesin ose nuk mbështeten në një prodhim real ose të prekshëm ekonomik. Pasi është e qartë administrata nuk prodhon gjë. Pra, ofron atë rritje pagash pa produktivitet. Nuk ka produktivitet. Duke lidhur, profesor Meka, edhe me një deklaratë bërë me herët gjatë javës nga Ministria e Ekonomisë Ibrahimaj, sepse dhe ajo e vendosi theksin paka shumë tek e njëjta gjë të transformohemi nga një ekonomi konsumatore që varet jashtëzakonisht shumë nga importi tek një ekonomi prodhuese me fokus tek eksporti, pra plotësimi kërkesës vendase dhe më pas eksport. Kjo si mund bëhet, ose cilët janë sektorët me potencialin më të madh në mënyrë që përveç këtyre objektivave të kemi edhe një qëndrueshmëri apo një rritje ekonomike që vjen vetë nga ekonomia, jo nga rritja e pagave, po nga administrata? Sigurisht, konstatimi është i drejtë dhe me vend, ose me themi shqetësimi i ngritur nga ministri është i drejtë, ose është pak a shumë ajo që duhet ndodhi në ekonominë shqiptare. Megjithatë, për fat keq nuk shikojmë ndonjë lëvizje të fortë, ose më mirë themi shpalosjen e ndonjë plani ose programi ambicioz specifik që ka të bëjë me të ashtu quajturin industrializim të ekonomisë shqiptare. Pra, theksi vazhdon të vihet në sektor të shërbimit dhe të ndërtimit, pra pasurit paluajtshme, turizmi, pa një fokus specifik në ato aspekte ose me themi në ato sektorët ekonomisë të cilët mund të premtojnë më mirë të themi një qasje të tillë, pra me orientim eksporti që kufizon importet dhe sigurisht pa prekur aspektin konsumator, rrit aspektin e investimeve, pra rrit zërin e investimeve në ekonomi, por në ato investime të cilat në një farë mënyre ndihmojnë jo vetëm në rritjen produktivitetit të ekonomisë, por ndihmojnë në vlerën e shtuar të ekonomisë që vjen nga sektori industrial. Dhe kur të sektori industrial ose sektori bujqësor, prodhues, pra që prodhon për ekonominë shqiptare dhe pse jo atë për eksport, nuk shikojmë orientim të investimeve masive, po themi publike dhe private, drejt këtyre si thosh kapaciteteve industriale. Pra ne nuk shohim hapje të degëve ose të industrive të reja, pra stabilimente të cilat janë të orientuar dhe të angazhuar pikërisht në sektorin e industrisë. Nuk shikojmë një lidhje organike ose të fortë midis agro-biznesit dhe bujqësisë, përkundërshëm po shikojmë një fragmentizim gjithmonë dhe më tepër të bujqësisë ose largim bujqësisë ose të sektorit bujqësisë nga agroindustria ose industria ushqimore, më mirë themi gjithë sektori agropunimit, po has gjithmonë dhe më tepër vështirësi në sigurimin e lëndëve të para ose të furnizimeve të përshtatshme me lëndë para nga bujqësia shqiptare. Pra jemi në një paradoks, Shqipëria nga një vend tipik bujqësor dhe blegtoral po shënon rënje të prekshme reale në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë, pra jo vetëm që nuk po plotësojmë nevojat tona, po sigurisht po i kthehemi gjithmonë dhe më shumë importit, kryesisht në drejtim të produkteve qumshit, mishit, të cilat janë baza në mirë themi e bujqësisë dhe blegtorisë në Shqipëri, dhe thënë kjo duket gjithësi e pa zakontë prioriteti ose më mirë themi shqetësimi që ka qeveria shqiptare me drejt dhe asaj çfarë ndodh në praktik, pasi të ngresh një shqetësim është i drejtë, por problemi është se duhet t'i japësh mbrapa edhe formulën e zgjidhjes ose mekanizmat që do të aktivizosh për ta vënë jetë, më mirë themi, këtë plan ose për ta zgjidhur këtë lloj shqetësimi që kemi. Pra, nëse ne kemi ambicie për të rritur eksportet, për të kufizuar importet dhe për të rritur produktivitetin e ekonomisë, duhet të
tregojmë faktën, më me themi, si shtet ose si qeveri, se çfarë mekanizmash do të përdorim ose do të jetësojmë në mënyrë që të kemi mundësi të orientojmë, më me themi, të gjitha llojet e kapaciteteve teknike, financiare, njerëzore drejt këtyre sektorëve, sigurisht pa ndërprerje ose pa ulur kontributin e sektorëve aktual të ekonomisë, pra pasi ekonomia nuk funksionon, mbyll një port dhe hap një port tjetër, pra të gjithë sektorët duhet të kenë vitalitetin e tyre, por pikërisht për të shërbyer kësaj ide ose ambicie për të pasur një ekonomi prodhuese me orientim e eksportit dhe me kufizim të importeve, patjetër që duhet përcaktojmë dhe duhet kemi qartë dhe duhet vëmë në jetë pikërisht ato element, instrumenta dhe mekanizmat që e bëjnë të mundur një gjë të tillë. Pasi nëse nuk do arrim t'i vëmë në jetë ose t'i identifikojmë dhe t'i vëmë në jetë të lloj mekanizmash, mbetën në nivel fjalësh, demagogjie dhe do të vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë. Pra të vazhdojmë të evidentojmë problemin, por asnjë zgjidhjen. Do vazhdoj të themi që jemi me rritje 3.7, 3.8 ose 4%. Këto janë sektor kryesor shërbimeve, tregtisë dhe të ndërtimit që janë kontribuesit kryesor nga biznesi privat dhe sigurisht rritja e pagave në administrat, por do të kemi të qartë edhe një fakt tjetër që ndikimi që do ketë në vijim, pra jo vetëm gjatë 2026, po dhe në vijim rritja e pagave të administratës do vi duke u moderuar, pasi është logjike dhe objektive se rritja e pagave në administratë nuk mund të vazhdojë pafundësisht. Dhe do të kemi parasysh edhe faktin tjetër që indeksimi i pagave nuk nënkuptohet dhe nuk mund të përcaktohet si një rritje e pagave. Pra është thjesht një indeksim me inflacionin. Dhe deri këtu s'kemi bërë asgjë. Dhe nëse ndikimi në rritjen ekonomike mbështetet vetëm tek indeksimi, atëherë pothuajse ne jemi përpara një problemi nesër në kufit, ose në thënë kemi prekur kufit e rritjes mundshme ekonomike. Pra do thotë nuk shojmë dot më shumë se kaq. Pra nëse ne deri në 3.75% shkojmë duke pasur një kontribut fort nga rritja e pagave në administrat, nëse kjo rritje e pagave do të jetë më e vogël nesër, çfarë do ndodhi? Pra, kjo është ajo pikpyetja më themi që të paktën unë si ekonomist shikoj në zhvillimin e ardhshëm, pra qoftë në të ardhmen e afërt ose në kohë afatmesme, pra po themi për 2-3 vitet e ardhme në ekonomi. Dhe thënë kjo, duhet që patjetër ai konstatim ose shqetësim i njëslit të mund vihet në jetë sa më shpejt. Profesor Meka, industria e rëndë, industria nxjerrëse, mund të jenë një shpresë dhe mund të përbëjnë një shtyllë të fortë për ekonominë tonë nëse do të investohet si duhet, sepse aktualisht ne mineralet i eksportojmë thuajse bruto, naftën gjithashtu bruto, pra mund të ofrojnë shpresë këta sektor? Sigurisht që kjo lloj industrie në Shqipëri ka bërë hapa prapa, shumë mbrapa, dhe patjetër që nëse do të vazhdojë të mbetet pa financuar ose me themi pa kryer investimeve madhore në drejtim të rritjes së shkallës përpunimit në vend, dhe sigurisht është shumë e thjeshtë ta thuash me fjalë se ta zbatosh, por sigurisht që kjo do edhe një qasje ndoshta të ndryshme nga ana e qeverisë, pasi për shumë vite ajo është lënë në dorë të sipërmarrjes private, e cila sigurisht shikon interesin e saj, ose më mirë themi bën raportin e saj të kosto fitimit, ndoshta edhe në afat shkurtër. Nëse këto lloj industrish do të mund caktohen ose përcaktohen si sektor strategjik, ndoshta ka nevojë për një qasje të re nga ana e qeverisë, pse duke luajtur një rol më të madh pjesëmarrës në to, ose edhe duke orientuar investimet caktuara ose fondet caktuara, duke i kanalizuar ajo ose nëpërmjet partnerëve ose
institucioneve ndërkombëtare për të investuar në këto sektor, sigurisht janë sektor të cilët për fat keq kërkojnë angazhim fondesh të mëdha financiare, përfitimin e kanë afatgjat, rritjen e kanë relativisht të ulët, pra si thosh përfitimin ekonomik e kanë të ngadalt por të qëndrueshëm, dhe thashë njëherë nëse është i përcaktuar, pra kemi një strategji të përcaktuar të zhvillimit të këtyre sektorëve ose të orientimit të Shqipërisë drejt industrializimit në mënyrë të pashmangshme, vëmendja duhet kthehet edhe drejt këtij sektori në drejtim të asaj çfarë duke shfrytzuar dhe historinë dhe eksperiencën që ka pasur Shqipëria, më mirë themi, në disa deg ose nën deg, më mirë themi, të industrisë nxjerrëse minerale dhe asaj punuese, kuptojmë këtu për punime cikël të plot ose të mbyllur të industrisë bakrit, paktën deri në vitet 90, pra në fillim të viteve 90, pra Shqipëria kishte një industri me cikël të mbyllur të nxjerrjes për punime dhe tregtimit të bakrit si produkt komplementar. Për fat keq nuk jemi në këtë lloj linje, nuk di pse të paktën për pjesën e industrisë bakrit, nuk di pse nuk rikthehet ose nuk rivitalizohet ky lloj koncepti, qoftë edhe duke u zhvilluar vetë nga shteti ose nga qeveria, pra nuk ka në rregull shkruar që duhet të jenë patjetër sipërmarrje private ato që duhet të angazhohen, më themi, në zhvillimin e këtyre industrive. Thashë një herë kërkon angazhim shumë të lartë, pra në sasi të mëdha të fondeve, por në finale është një lloj industrie të cilat edhe me zhvillimet aktuale që i përkasin sektorit të energjisë, i elektrifikimit, përdorimit të energjisë elektrike dhe transmetimit të saj, sysh industria e bakrit ka një qasje një rol jetik strategjik tashmë në botë dhe pse jo, nëse do mund të kishim një qasje tjetër ose do mund të mendohen ndryshe nga ana e qeverisë shqiptare për ta rivitalizuar këtë deg ose sektor, më themi, të industrisë të rëndë nxjerrëse, sigurisht që do të kishte përfitime afatgjata edhe në drejtim të industrializimit, por edhe të peshës që duhet ketë, më themi, industria në Shqipëri ose me ato deg ose sektor ku Shqipëria ka qartësisht, më themi, avantazh, pra është vend nxjerrës, mund përpunoj dhe mund prodhoj me cikël të mbyllur për produkt final, jo vetëm për vendin, pa nevojat e vendit, por kryesisht për eksport. Profesor Meka, paralelisht me orientimin e ekonomisë apo pasjes së një vizioni të qartë, duhet bëhet njëkohësisht një planifikim më i mirë i shpenzimeve, sepse i referohem po dhënave të publikuara ditën e dielshme nga Ministria e Financave për fiskalen e 11 mujorit dhe rezulton se deri në fund të nëntorit janë realizuar 77% të investimeve. Mbeten edhe 23% të cilat duhet realizohen në një muaj të vetëm dhe 23% përkthehet në rreth 200 miliard lek apo 2 miliard euro. Natyrisht kjo është një smundje e vjetër ose kronike qeverisë shqiptare, nuk është ngjarje e re, pra kështu ka ndodhur për herë, këto 25 vite, 30 vite të fundit, për te vështirësive objektive që qeverisë caktuar ose në moment caktuar mund ka, gjithmonë ka vështirësi që lidhen me aspekte administrative, pra të organizimit tenderave e tjerë. Mbetet fakt që jemi ende të pa zotët të menaxhojmë në mënyrë efikase, pra nuk kemi arritur atë optimumin që duhet ishte arritur me kohë, pasi u bën shumë vite në këtë lloj situate, pra kjo lloj situate duhet marrë fund, të paktën të jemi në nivelet 85-90%, pra shkojmë pak a shumë krah për krah me kryerjen me një ritëm të caktuar mujor të kryerjes së shpenzimeve, pasi të flasësh që mund të shpenzosh 2 miliard euro
për një muaj, sigurisht parat mund t'ja gjesh vendit t'ja gjosh, por sa e efikase janë aty është problemi. Sa në mënyrë efikase mund shpenzohen këto para dhe duhen shpenzohet të para, sidomos për bëhet fjalë jo për shpenzime operative ose për shpenzime korrente, por për bëhet fjalë për pjesën e investimeve. Pra, të cilat duhen kryer mirë dhe në kohën e duhur, pasi duke mbetur gjithmonë në terma ose në konceptin e emergjencës, shpejt se duhet bërë, pa shpejt se duhet mbyllur, digjen fondet për vitin tjetër, nuk bëhen mirë. Jo vetëm gjëra nuk do bëhen mirë, por do ketë gjithmonë shtigje të hapura për abuzime dhe për procedura të papërshtatshme dhe sigurisht punë e pa kryer mirë. Pasi si çdo gjë e kryer me shpejtësi dhe me urgjencë, në mënyrë të pashmashme nuk ka optimalitet dhe efikasitet. Edhe në pyetjet fundit, profesor Meka, duke marrë shkas nga zhvillimet e djeshme për gjithashtu dhe të sotshme në kursin e këmbimit nord e pasdites, euro zbritën në një terren të ri, të paprekur më parë në blerje në 95.8 lek, në shitje në 96.8 lek. Ka zbritur edhe poshtë nivelit, nëse mund të quajmë teknik, të 96 lekëve në blerje. Është më tepër një efekt psikologjik si pasojë e festave të fundvitit, ku priten më shumë emigrantë që rikthehen në Shqipëri dhe sillin me vete euro, apo mund të ketë edhe faktorë të tjerë? Natyrisht, ky mund të jetë një lloj efekt sezonal, më themi për te pjesës turizmit që nuk hyn pasi ka krijuar atë shtratin e vet. Mund të jetë një efekt sezonal, pra kryesisht i kthimi shqiptarëve ose të emigrantëve në atë që patjetër jep një lloj krijon një lloj oferte të shtuar, pa kryesisht to ditë të fundit, pra 3-4 ditët e fundit, patjetër do kemi një presion të tillë në treg, ndoshta edhe nga ana e Bankës së Shqipërisë mund mos kemi ose mos ketë një lloj hezitimi për të ndërhyrë, për të mos prishur atë rrjetën normale në themi të kursit këmbimit, pasi po të kemi një lloj ndërhyrje korrektuese, ndoshta nuk do të shikonim këtë lloj rënie në këtë territorin e ri më themi të kursit në blerje. Ajo që është e rëndësishme është të paktën kursi mesatar vazhdon të mbahet, pra megjithë si thua presionin e lartë të ofertës e euros në treg. Profesor Meka, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio, ditë mbarë në vim.